6 persona kanë vdekur në 24 orët e fundit në Kosovë si pasojë e koronavirusit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë kësaj periudhe janë regjistruar edhe 1283 raste të reja, nga testimi 6696 të dyshuarve për koronavirus. Ndërkohë, numri rasteve aktive është 26977. Sa i përket vaksinimit, në 24 orët e fundit janë vaksinuar 1239 persona. Dozën e dytë të deri tani e kanë marrë 808.218 persona, ndërsa me dozë të tretë dhe përforcuese janë vaksinuar 88.718 persona. Ndërkaq, numri total i dozave të administruara që nga fillimi këtij procesi në fund të marsit të vitit të kaluar është 1.792.775. Pas miratimit të masave të reja nga ana e qeverisë, Asociacioni Komunave të Kosovës është shprehur kundër orës policore, duke thënë se nuk po jep pas një efekt në luftën kundër koronavirusit. Drejtori i Asociacionit Komunave Sazan Ibrahimi konsideron se nuk mund të ketë orë policore sikurse në kohën kur ishin nga 4.000 raste në ditë. Kemi vlerësuar dhe vlerësojmë që masa e orës policore nuk ka dhënë ndonjë efekt, nuk ka ndonjë argument shkencor se pse duhet të jetë, sepse po shihet që masa e orës policore ka qenë edhe në tetor, kur kemi pas numrin e të infektuarve minimal, një shifror, por edhe kur i patëm 4.000 raste në dite dhe tash kur i kemi 1.000 deri në 2.000 raste. Po shihet që një masë e tillë nuk ka ndonjë efekt, nuk ka dhënë ndonjë efekt dhe nuk ka ndonjë argument shkencor ku tregohet se intensiteti i virusit është më i shtuar në orët e mbrëmjes se sa gjatë ditës. Ibrahimi thot se pas emërimit të Rifat Latifit në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, Asociacioni Komunave nuk është ftuar asnjëherë në takimet e Komitetit për Menaxhimin e Situatës me Covid. Që masat sa i përket COVID-19 apo luftimit për parandalimin e përhapjes COVID-19 të jenë proporcionale me situatën në terren. Për këtë arsye kemi kërkuar që të kemi konsultime me nivelin qendror, konsultime këto të cilat nuk janë duke ndodhur që nga tetori i vitit kaluar me ardhen e ministrit të ri. Arsyeja nuk dihet, mirë po shihet që rekomandimet e Asociacionit Komunave të Kosovës të bazuara në eksperiencat regionale dhe evropiane do të merren parasysh ndash tash ndash më vonë. Sepse as Republika e Kosovës, as komunat tona, as mekanizma tjerë ndërinstitucional nuk janë duke zbuluar diçka të re, mirë po ato bazohen në praktikat të cilat vijnë nga shtetet në rajon. Pavarësisht anashkalimit nga ana nivelit qendror, Ibrahimi thot se sugjerimet e tyre po merren parasysh pasi disa prej tyre i kishin kërkuar prej muajsh. Kjo po shihet me masën e fundit ku është larguar në tërësi bartja e maskës në ambiente të jashtme, që ishte kërkesa e asociacionit. Edhe pse Asociacioni Komunave të Kosovës është Rusia nuk poresht të së angazhuari për të rritur ndikimin në Evropë dhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, vlerësojnë njësit e sigurisë të cilët theksojnë se ministri Mehaj me të drejtë ka kërkuar vëmendjen e NATO-s dhe BE-s, pasi aktivitetet ruse në këtë drejtim paraqesin kërcënim serioz për sigurinë tonë kombëtare. Sipas tyre, Serbia dhe Rusia janë orientuar kryesisht në fuqizimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit në rajon. Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj së fundmi përmes një statusi në Facebook kërkoi vëmendjen ndërkombëtare lidhur me përpjekjet serbo-ruse për të shtrirë ndikimin në rajon përfshirë edhe Kosovën. Kërkojmë vëmendje të shtuar të autoriteteve politike dhe ushtarake të NATO-s përmes komandës së Forcës së Bashkuar në Napoli, në rajonin ton, për të pamundësuar kështu ndikimin dhe influencën e qarqeve destabilizuese ruso-serbe, të mbështetura edhe nga qarqet kineze në rajon. Zhvillimet e shpeshta në kufirin Kosovë-Serbi dhe provokimet nga ushtria serbe i vlerësojmë kërcënim shumë serioz dhe duhet të adresohem fuqishëm politikisht nga Bashkimi Evropian dhe me veprime e qëndrime konkrete nga NATO. Këtë kërkesë për vëmendje të NATO-s dhe bashkësisë ndërkombëtare për Kosovën dhe rajonin e sheh të arsyeshme profesori i shkencave të sigurisë Kol Krasniqi, i cili vlerëson se prania dhe ndikimi rus në Ballkan është në rritje. Aktivitetet e tilla nuk po i kufizojnë vetëm në sulme kibernetike ose në lancimin e lajmeve të ndryshme të rrejshme, me qëllim të paraqitjes së hutive dhe destabilizimeve të ndryshme emocionale të opinionit
kosovar, mirë po aktivitetet e tyre vrehen qartë sipas disa informacione nga qarqe të ndryshme të sigurisë së Bashkimit Evropian. Aktivitetet e tyre janë të orientuara edhe në drejtim të fuqizimit të krimit të organizuar, hapjes së mundësisë për pastrimin e parave do të thotë në rajonin e Ballkanit ose nga rajoni i Ballkanit në vendet të tjera të Bashkimit Evropian e kryesisht në shtetet të lindjes, financimi dhe mbikëqyrja ose ofrimi i përkrahjeve të ndryshme në rrugën ballkanike të drogës e kështu me radhë. Mendim të njëjtë ka edhe njësi tjetër i sigurisë, profesori universitar Avni Islami. Sipas tij, për aq kohë sa Serbia do të vazhdojë të jetë e preferuara e Rusisë në Ballkanin perëndimor, Kosova do të jetë cak i këtij ndikimi. Nga përfundimi i luftës në Kosovë kemi pasur reagime dhe provokime nga ana e Serbisë. Mirë po, ato reagime kanë qenë deri në masën e caktuar në mënyrë që ato të ndikojnë drejt për së drejtit të serbët lokal. Kështu që serbët lokal të përdoren për qëllime të caktuara. Pra dhe vetë veri i Kosovës është një zonë, një lloj tampon zone ku Serbia e përdor edhe për bisedimet dhe për avancimin e BE-s. Kështu që sa heri duhet Serbisë përpiqet që ta bëjë destabilizimin e asaj pjese. Të dy njësit e sigurisë thonë se Kosova nuk duhet të presë vetëm ndihmën ndërkombëtare për ta luftuar praninë serbo-ruse në vend, por edhe me mekanizmat e saj të luftojë këtë përpjekje për ndikim. Një numër shumë i madh i aktiviteteve të tilla me qëllim të ndalimit të influencës ruse në Kosovë mund të ndërmirën edhe pikërisht nga institucionet tona të shtetit, përmes fuqizimit të shtetit juridik, përmes reformave në sistemin e drejtësisë, përmes masave të tjera juridike, cilat natyrisht përmes vettingut në sistemin e drejtësisë, natyrisht, ose ristrukturimin dhe organizimin profesional, gjithherë më profesional të organeve tona të ndjekjes e kështu me radhë. Të pas parasysh rrethona në të cilat është zhvilluar shteti i ri dhe zhvillimi i mekanizmave institucional të Kosovës, besoj që Kosova është shumë e avancuar në këtë drejtim në mënyrë që nuk bie pre e provokimit të Serbisë, por që strukturat e sigurisë janë në shërbim të shtetit dhe popullit dhe ato janë duke e respektuar ligjin, rendin dhe siguri, jo vetëm në pjesë të tjera, por edhe në verinë e Kosovës. Kujtojmë se në kuadër të fushatës kundër vendeve të orientuara pro perëndimit vitin 2016, në Maltëzi, dy shteta ASRUS së bashku me disa të tjerë kanë tentuar që nëpërmjet një komploti ta rrëzojnë qeverinë e këtij shteti. Emisarët amerikano-evropian Escobar e Lajçak gjatë vizitës së fundit në Kosovë rikthyen në qendër të vëmendjes zbatimin e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritura në Bruksel. Midis tyre dominoi ajo për asociacionin e komunave serbe. Në këtë temë, kolegja Donika Osmani ka zhvilluar një bisedë me ish-ministrin e administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili thotë se zbatimi i kësaj marrëveshje duhet të ndodhë në fund të procesit të dialogut, kur Kosova e përfiton njohjen nga Serbia. Në vizitën zyrtare në Kosovë, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, si dhe emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog në Kosovë, Serbi Miroslav Lajçak, ishin një zë që nuk imponojnë asnjë model për asociacionin, por megjithatë thanë se marrëveshja e nënshkruar më parë duhet të zbatohet. Si shihni këto mesazhe? Kjo është një mesazh shumë i zakonshëm edhe që kemi ndëgjuar shumë shpesh edhe në të kaluarën. Është insistimi i bashkisë ndërkombëtare që të ketë progres në dialog deri në normalizimin e marrëdhënieve. Shtetet mike shpesh herë përdorin edhe vetë termin deri në njohje, disa të tjerë janë më të rezervuar, në këtë rast përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, ndërsa vetë modalitetet asnjëherë ata nuk e thojnë në publik se kanë diçka të imponojnë, por në rastet kur palët nuk mund të bëjnë marrëveshje, ata nganjëherë provojnë me ndihmu. Pra kjo është një mesazh shumë i qartë. Ata dëshirojnë progresin në dialog, ndërsa nëse ka ndonjë paqartësi mes palëve, ata presin që ata të zgjedhin këto paqartësi ose eventualisht nëse ka ndonjë vend për ndonjë interpretim të mesëm, ata do të jenë aty që ta ndihmojnë.
Ndërsa kryeministri Albin Kurti deklaroi se marrëveshja nënshkrua më parë për asociacionin në shkundër kushtetuese dhe nuk dua një marrëveshje e cila rrit tensione dhe prish raporte. Atëherë si duhet të veprojë qeveria? Me thënë drejtën, nuk e kom kuptu se kryeministja ka thonë se është kundër kushtetuese, nga se në vetë marrëveshja e cila është nënshkru në pikën 3, një decidive thotë se vetë marrëveshja, po edhe statuti, sidomos kur përgatitet statuti, ai duhet të shkoj në gjykatën kushtetuese për interpretim dhe pastaj dekretohet nga qeveria. Pra, çka do që në kaluarën apo sot po flasim, ka diçka që është kundër kushtetuese, ajo nuk mund të implementohet sipas kësaj marrëveshje që është, nga se e tillë është edhe marrëveshja, po e tillë është edhe diskutimet paraprake që zgjedhja duhet të gjendet brenda Kushtetutës së Republikës Kosovës. Vërtet, asociacioni është shndruar në një temë e politizuar. Ne e dimë gjithmonë kur bisedohet me Serbinë ka shqetësime, nga se ne nuk e kemi besimin se Serbia kërkon zgjedhje për t'i akomoduar qytetarët e komunitetit serb, pra edhe këtë rast për komunat me shumicë serbe, sepse më shumë e politizon këtë çështje dhe shumë herë kërkon diçka që nuk është progresive, që nuk i shërben vetë komunitetit, dhe frika e gjithë qytetarëve të Kosovës është se me çështjen e asociacionit apo dëshirohet që t'u lehtësohet puna e komunave me shumicë serbe, apo po provohet të krijohet një mekanizëm nëpërmes cilit pastaj ata dëshkojnë në një dezintegrim akoma më të fuqishëm se sa që e kanë sot. Pra, një brengosje se si do të duket asociacioni është e kuptueshme. Ne kemi një marrëveshje që tash për tash edhe krijon obligime, derisa nuk është vepruar ndryshe, mirë po nuk krijon frikë se ajo do të mund të implementohet përkundër, pra në shkelet të Kushtetutës, sepse është mekanizmi i vlerësimit të gjykatës kushtetuese që në diçka tillë të mos ndodhë. Është përmendur se ka shumë modele për zbatimin e marrëveshjes së asociacionit, cilat janë disa nga modelet që qeveria mund t'i propozojë. Po tash, ndoshta herët para shumë viteve edhe kemi mujtë të diskutojmë se pako atisare dhe pastaj kushtetuta lejon formimin e më shumë se një asociacioni. Në atë kohë edhe ka mujtë të diskutohet cili është modeli, gjë që edhe është diskutu shumë. Kosova ka thonë prej fillime që nuk lejon nivelin e tretë, pra nivelin rajonal, nga se Kosova ka 2 nivele të qeverisës, nivelin qendror dhe atë lokal, dhe nuk dëshiron të hyjë, pra në këtë fazë pra të nivelit tretë të qeverisë dhe ndëlirja komunave, që dal nga dal, ato kishin me paraqit probleme për Kosovën realisht, dhe në këtë drejtë më thonë njërë decisive se nuk lejohem që aja asociacion të ketë edhe kompetenca ekzekutive, të mos flasim më edhe për ato legislative që zvjen konsiderim fare, dhe kjo është provu vazhdimisht të përmbahet kësaj. Nëse mendohet se në kuadër të kësaj marrëveshje, flitet se për çka mund të diskutohet për ndonjë detaj, unë jap të drejtë secilit, edhe kryeministrit dhe secilit, por ata që mendojnë se duhet hudhet kjo marrëveshje dhe të bëhet një re, unë kam dilemat e mia se nuk e di, a është ajo rruga dhe a do t'i ndihmojmë Kosovës në atë drejtim. E di edhe më herët është thonë duke e di se si po sillet Serbia, ma tepër atë po e asociacioni dëshirojnë për një fuqi politike dhe një arsyetim të brendshëm sesa për të shërbyer qytetarëve pra të Kosovës të komunitetit serb. Dhe kjo faza kur Serbia nuk po mjaftohet me këtë marrëveshje dhe kemi deklaratat të fundit nga zyrtarët të Beogradit që thonë se duhet të ndryshohet edhe kushtetuta, që unë mendoj që nuk duhet dhe kategorisht duhet jetë përfaqësuese e Kosovës që nuk duhet ndodhë, ajo është maksimumi që mund të ofrojë Kosova. Një dhe rreziku më i madh është interpretimet bivalente, që prej titullit, kur ne themi asociacion dhe ata i thojnë bashkësi, pra zajednica, që edhe ne shqiptarë pastaj shumë e kemi përdorur këtë si termin në mënyrë të gabueshme,
dhe interpretimit e dyfishta pastaj edhe në fazën e statutit. Dhe kjo është e faza me e vështirë, dhe kur flasim për modalitete në kuadrë të marrëveshje, unë mendoj pikërisht këtu duhet të kihet kujdes që të mos lihet vend për asnjë interpretim bivalent, që ne themi asociacioni afron këtë, ndërsa pala tjetër në interpretim bivalent ta thotë se jo, kjo mundson këtë. A mund të jetë asociacioni shkak për zvarritjen e procesit të dialogut? Edhe mund të jetë, po ajo që është thonë edhe më herët nga shumë përfaqësues të Republikës Kosovës në nivelet të ndryshme, por që edhe unë jam mirëtari i asaj, që asociacioni duhet të diskutohet dhe ajo të jetë në fund, pra, së bashku me pakon, kur Serbia është e gatshme që ta njeh pra Kosovën si të tillë, së bashku me asociacionin, sipas këtij modeli që folëm deri tash, atëherë do të hyjë në fuqi edhe asociacioni, së bashku me zotimet të Serbisë, pra që do të jetë ligjërisht obligative, ta njeh Kosovën dhe të vazhdohet matutje. Unë jam i bindur që një tolerim në këtë fazë në raport me asociacionin për te asaj që u tha, ajo do të ndërton ambicie pastaj, qoftë në Beograd, qoftë të përfaqësues e komunave me shumicë serbe, që ata më shumë do të koncentrohen pastaj se si të dezintegrohen, si të largohen nga Prishtina, sesa të integrohen çka është qëllimi primar. Pra duhet të mbesemi në kuadër të idesë fillestare. Asociacioni në këto, siç u tha, në pajtim me kushtetutën dhe marrëveshjet që i kemi, duke i çdo sherrri atje në interpretime bivalente dhe të tjera, pa kompetenca ekzekutive, të shërbej komunave që edhe ato të zhvillohen edhe të integrohen në sistemin e Kosovës. E kundërta do të kishte qenë e dëmshme, jo vetëm për momentin, po edhe në periudha afatgjate. Faleminderit për kohën, zotri Ferrati. Është kënaqësi. Vala e madhe e shtrëngimit të artikujve ushqimor ka pasur paralajmërimet për rritjet të çmimeve dhe për shërbime publike si energjia elektrike dhe uji, ndërsa pagesat e qytetarëve mbetën të njëjta. Derisa në këtë situatë, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkon nga qeveria që sa më parë të miratoj ligjin e pagave. Njoste e curive ekonomike vlerësojnë se rritja e çmimeve do të ndikojnë negativisht në ekonominë e vendit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, artikujt ushqimor janë shtrejtuar në muajin shtator deri në 5%, ndërsa paga minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011. Në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thonë se rritja e çmimeve rëndon edhe më shumë gjendjen sociale të qytetarëve. Çmimet janë ngritë, sidomos çmimet esenciale që hyjnë mielli, vaj, gjërat që janë shumë esenciale. Na i kemi një pagë minimale e cila s'ka lëviz, domethënë që nga viti 2011 e cila është 170 euro, me të vërtetë që ngarkohet shumë ekonomia familjare. Çmimet kanë hecë, pagat kanë ngel, ligji i pagave ende nuk ka lëvizje, kështu që domethënë është një situatë që jemi jashtëzakonisht të shqetësuar. Njohës të ekonomisë konsiderojnë se rritja e çmimeve, por jo edhe e pagave, do të ketë ndikim negativ në ekonominë e vendit. Do të bëjmë një dallim sepse qeveria aktuale gjithnjë ka ngritur shqetësimin se do të hyjmë një krizë, por ashtu siç po shihet në fakt krizë bën vetëm qytetarët, por jo institucionet, sepse këto kanë gjetur rrugën më të mirë dhe më të lehtë që gjithnjë barën ta kalon tek portofoli i qytetarit dhe kjo padyshim se qytetari do të ngarkohet me këtë pjesë sepse janë gjitha produktet imediate për një jetë normale të qytetarit kur flasim si tek shporta e konsumit, po ashtu tani flasim edhe për energjinë elektrike, po ashtu edhe uji, diçka që është e patjetërsueshme dhe e nevojshme për një jetë normale të qytetarit dhe këto kanë gjetur si duke po luajnë thjesht monopolin që qytetari nuk ka kat janë ban. Në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës shpresojnë që deri në muajin mars kuvendi të diskutojë për ligjin e pagave. Po ne po presim, domethënë deri në mars po presim që ligji i pagave të shkojë në kuvend, po presim që të jemi pjesë e diskutimit sepse ne edhe i kemi dërguar ekspertët tonë, cilët domethënë janë thirrur për ligjin e pagave, edhe na po mendojmë se kjo punë duhet kryer deri në mars, ashtu edhe
janë edhe premtimet të partnerit social. Shumica e artikujve që kanë shënuar rritje të çmimeve, sipas ekspertëve të ekonomisë, janë produkte të importuara nga shtetet e rajonit dhe Evropës, pasi Kosova është e varur nga importi. Hallin e njëjtë kanë edhe në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës të Kosovës, ku presin që me ligjin e ri të pagave të ketë rritje për punëtorët e arsimit. Thonë se nëse qeveria nuk u përgjigjet deri në muajin prill, atëherë do të ndërmerren masa përfshirë edhe grevat. Sindikata e Arsimit nuk do të lëshoj pet deri në realizimin e kërkesës së saj, thot nënkryetaria Vjollca Shala, sipas së cilës mësimdhënësit duhet të jenë ndër më të paguarit në mesin e punëtorëve të administratës shtetërore. Ne presim që në këtë ligjin e pagave që është duke u punuar, natyrisht që do të ketë edhe ngritje të pagave, nga se tani ky ligj më nuk mund t'i qasemi ligjit më hershëm që ka qenë, nga se kushtetusja e dim se ka anuluar atë ligj dhe tani është duke u punuar një projekt ligj i ri i pagave dhe në këtë projekt ligjin e ri të pagave ne me që tani e kemi edhe përfaqësuesin ton, do të kërkojmë që punëtorët e arsimit duke filluar nga qerdhet e deri në universitet të jenë të ranguar në të jenë të ranguar me koeficient diku nga mesi i gjithë koeficientëve të mundshëm që do të jenë faktikisht në këtë projekt ligj të pagave. Nënkryetaria së Bashkut Vjollca Shala thotë se në rast se s'do të ketë rritje të pagave për mësimdhënësit, nuk përjashtohet as greva e përgjithshme. Në rast se ligji i ri i pagave, i cili është duke punuar, dhe mësimdhënësit nuk kanë ndryshim në pagë, do të thotë mbesin pagat që kanë qenë, atëherë ne jemi të detyruar që ta dëgjojmë zërin e antarësisë tonë, çka edhe kemi bërë shpërndarjen e formularëve në mënyrë që deklarohen punëtorët e arsimit sa i përket ligjit të pagave dhe atëherë duhet të shkohet edhe me veprime sindikale, e veprimet sindikale më të ashpra natyrisht janë edhe greva e përgjithshme. Me 2 prill, me ç'është Kongresi i Bashkut, aty delegatët të cilët janë pjesëmarrës në Kongresin e Bashkut, ata janë përfaqësuesit e të gjitha komunave të Kosovës, ata do të vendosin për veprime më të thjeshme sindikale e në rastin më të keq, ta quaj ashtu, edhe me grevë të përgjithshme. Nga ana tjetër, njohësi çështjeve të arsimit Rinor Çehaja thotë se rritja e pagave të mësimdhënësve do të kishte kuptim nëse e njëjta ndërlidhet me performancën e secilit prej tyre. Kërkesa për rritje të pagës në mënyrë të njëtrajshme për të gjithë mësimdhënësit pa përjashtim nuk ka kuptim pasi që përkundrazi ka kundërefekt tek mësimdhënësit të vullnetshëm dhe performues të mirë, duke i dekurajuar dhe duke i bërë të barabartë të gjithë mësimdhënësit pa përjashtim. Përveç ligjit për paga, Bashku ka kërkuar edhe sigurime shëndetësore për punëtorët në arsim dhe ligjin e skemave pensionale që parasheh njohjen e stazhit të punës në vitet e 90-ta. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin ton informativ 21 Live News, informacionet më të reja në çdo kohë gjeni edhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.